Kur'an e kemi përmendet shpesh fjala sabër. Dhe të e pa parasysh që kur ka njëri zemrim duhet me pas sabër. Po cili është shpërblimi në këto moment i atij personit i cili bën sabër, që është i zemru. Innama yuwaffa as-sabirun ajrahum bighayri hisab. Shpërblimi i durimtarëve në ahiret do të jetë pa mas. Vetëm Allahu e din. Askush nuk e di. Domethënë çaq shumë shpërblimi i madh ka përgatitur Allahu për durimtarin, për sabrin, vetëm Allahu e di. Një shpërblim se për shumë adhurime, veprime, gjëra të mira, realizim të urdhrave të Allahut dhe largim nga vlesat e Allahut, Allahu ka thënë ka shpërblim, por për sabrin, durimin, vetëm Allahu e di. Kurse sa i përket për frenimin e zemrimit, kur personi e frenon zemrimin, e ndal. Në moment kur ai ka pas mundësi të reagon, ka pas mundësi të kthen, po e ka frenuar zemrimin, edhe nuk e ka mundësuar zemrimi që këta kontrollat, po kjo ka kontrolluar nefsin e tij, Allahu do ta thrasë para gjithë krijesave në ahiret. Para gjithë krijesave dhe do t'i jap të zgjedh nga cila hyrje të xhenetit dëshiron. Vetëm për frenimin e zemrimit të tij në moment kur e ka pas mundësi të bëjë shumë keq.